dhe mos keq informoni, vini këtu, keq informoni, krijoni alerte për fermerët. Dhe më vjen shumë keq që e bëni, është disa herë që e bëni dhe atë historinë e përsëritur të alerteve falso, e tjera me radhë merrem mbrapsht. Po jo, po do ta marrësh mbrapsht. Edhe një herë, edhe unë me analizë shtetërore. Është i njëjti laborator që brenda 3 ditëve jep rezultate të ndryshme. Ministri pretendoi të kundërtën. Analizat të cilat kemi bërë si mas laboratorit shtetëror të QDB-s fushkrues. Mund t'ja vëmë dispozicion ju dhe të gjithë fermerëve për t'i garantuar që nuk është ai produkt i cili është denoncuar, por është një produkt i cili është brenda standardeve dhe me analiza të shoqëruara nga subjekti shtetëror i QDB-s fushkrues. Ti je vetmi ministër bujqësie që se pranon që TVSH-ja apo sistemi TVSH që ne kemi, po se kupton pra, prandaj po të them pra. Po nuk e kupton. Flasim për dy gjëra të ndryshme, nuk e kupton. Sistemi i TVSH që ne kemi ka groposur blegtorin. Ti je vetmi ministër bujqësie që se pranon këtë gjë. Je i vetmi.